Në fund vitit 90, ju bashkangjita Ligës Qytetare Shqiptare, Amerikanin, Gjodi Ogardi ka qenë një king i shqiptarëve për neve në Washington. Dobrica Sosiqi bëj ke kryq edhe thoj ke ode Serbia, shkoj Serbia. Kryetari i pari u zgjodh Dinderti. LDK-ja ka qenë promotori i të gjitha aktiviteteve në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Jam dëshmitar i kontributit që Dr. Berisha dhe shteti shqiptare kanë bërë për Kosovë. Lidhja demokratike e Kosovës nuk ka bë edhe nuk po bën aq sa duhet për presidentin Rugova. Në vatër kom hi se i kom gjetë shqiptarët më të mirë që i ka rruzulli toksor. Për më dalë unik nga kuvendi, unë dola dhe ju thash, unë propozoj me Berishën të jetë kryetar, mi kry 30 shkollat sigurimit të FBI-s. Nuk ishte mujt kush me bë më mirë se sa e ke bë ti. Si mik, do ta bëj një kërkesë publike. Krejt to që i folëm dhe krejt ato cinda herë më shumë që nuk arritën me u fol, me i marrë dhe me i shkru. Agim Regja, Zoti ta dhash shënetën e pasjet gjatë, Zoti trujt ty edhe familjen. Faleminderit shumë për këtë bashkëbisedim. Jam mirënjohës edhe juve, zot, jam nënë me gjithë zemër për këtë emision. Për këto dhe shumë të tjera, këtë të diel në ora 17:15 në KTV, në emisionin Fakte me Adnan Merovcin.